Okej, dëgjues të Radio Dugagjini, mirë mbrëma dhe mirë se vini edhe në një epizod të radhës të Or Studio me Mufes Unikun. Me neve si çdo herë është sidekiku jam DJ Enzi, shout out to Enzi. Aty për mas e kena Endritën edhe Trimin, shout out to Endritë edhe Trimit që janë një pjesë e ekipës tonë. Si çdo herë edhe kësaj episode të Or Studio jena për kujdes me pas një mysafir shumë interesant. Në fakt është një artiste që posa e ka lancu këngën e saj më të re, edhe orë normal me promovu këngën. Zakonisht kur të vjen dikush me promovu këngë, do të më napru naj sen, naj baklava, naj sen. S'na ka pru kërgjëherë, s'ka lidhje. Pa unë për shumë kohë, po e prezantoj edhe mysafirin e sotme, që po doket shumë mirë, po më doket jok në një pas ka vjetë Michael Jacksonit. Jo që po na dëgjoni në kërë, sjeni të po e ka një jok në të kuqe, të likurës. A është 100 likur? Se di, more, kom ble beshka. Ashtë qare sa. Apo na vjen likurometrin që kështë me motë. Foli pa prezentu, me neve është Ondra Regjepi, artistja e re që ka bu një super kong, po na kena me fol përveç kongës, kena shumë surpriza për sonte. Ondra, faleminderit që erdhe. Faleminderit që më keni ftu edhe më ke thirrfes. Knaqësia e jam, ja? A ti qa më interesejke? Emnin e ki... Kështë të kalon emnin Ondra? Do këtë ma kalon mami, se di ola. Garan mami, ashtë qare. Se shtyhen, babi dhe mami shtyhen që dhe kush ma kalon. Dhe më thonë asë njëri së më tregën drejt. Pse menaj që gjithë emnat e fëmijëve kështë gjithë gradë vendosin. Jena pak diskriminum që të? Diskriminum? Hajtë mëre, bilen diçka. Bilen diçka që të. A shema shumë Ondrat këshia, atë miran. Interesant, ku vojtë fumi pisha do Ondra shumë qëdishme. Nashta që e kom qisit kongë. Qfar Ondra për shemë? Bile ty të kom bani me. Ondra mirë ka konë që ke. Se di. Ondra, qfar Ondra ka në muzikë? Cila Ondra ju të muzikës? Okej, me ndru është for free, kështu që kom shumë Ondra, po menoj veç me janë isë me realizu edhe s'po di, qysh farë Ondra, më po këngëtare, asë si fmi. Të këngëtare, po për shambull a kia Ondra me përvashësu Kosovën herë në Eurovision, Mo edhe ato. Se nashta kësha pas qef me përfaqësu po Kosovën, ama edhe Shqipëri. Të ditë Ondra të në ma mirë se te. Që kjo konë Ondra jam, ja vish nejse. Ste pas na fot jasë. Jo, Kosovën, kësha pas qef, mas i halja nuk mujna me përfaqësu. Me lu futbol për Kosovën. Dhe të ndërruke. Basket se unë e gotë. Ama njeri për një me, është sa e gotë? Stime një 7-8 në Ska ke beqash. Qe. Ishbu, para më dëgjuhës të doshur, ishbu një nej në Amerikë për njerës të gotë. Ishbu një party, kështu, edhe i mërshën pytja ata me mikrofon, edhe ja bëshën soj e gotë, e shika, të kem 20, edhe kur ma mirë si jem njësë, si hina ketë njerës të me. Po, bash. A menon që është pak problem për shembull me kon njeri gotë me gjithë partner në jetë, për shembull. Varë çfarë tipi je? A kështë morë të një frerë 1.60? Se di. Plus me shtikla të. Që ka lidhe bash interesant, ose... Ishtë do këtë... Gen Z couple. Apo thu që Gen Z couple janë që shtë ta? Ashtë qare, edhe pse Gen Z janë shumë atë rritur më dopen. A e Gen Z të? Gen Z jam. Ti qa je? Unë jam Gen Y. E ku vrejnë në me vesh shtikla për rrështë një. A vesh pa a ki pa tika? I kam do pa tika, veç duna me dojnë me përshti. Allah i le Ondra kështë njeri por që të ka thonë din me knu. Kështë ka një të knu mas pare? Të shpis. Kush ka me më një tjetër? Shpia këta i qështë si mja po bajat. Falë. Shumë jetu mua po bajat vajza. Jem të talu. Po jem sute. Emni i kongës më të re të Ondrës është tu malu, kështë që ke shika halon kongë këka. Sa tu në halu që të Ondra, pse nuk e ke zgjedh, po më interesën për shembull qatë rrugën e këndimit në për lokale, në për bare. A është një synim i joti pak ma i madh soj për këtë muzikës, që nështë edhe e ke rujt vetën për mos me marrë qatë rrugë? Po, menoj që kur ekspozosh shumë qatë pjesë tani edhe tup edhe paka i shmeki me thonë. Okay. Ama edhe s'kom dasht shkaku që
për gjithçka menoj, gjithçka në jetë kish diku edhe nuk jam unë bre, thjesht si jam unë. Okej. S'mojsha, domethënë. Yeah. Bile kur dilsha me performu që ashtu më kap keni farë stresi. Aq tash me mësit sa ne hell. Sa ne që shpe manifestan. Apshe. Po unë menoj që njerën jetë do të mi manifestu pak sene, ta dem që për me ndodh Manifestu dhe punu. ti jetu manifestu ka gja shumë sene, jo Big Brother, jo. Tana. Tona të Ku po do mira. më shkyaj qik. Ondra, është konkurenca shumë e madhe në industrinë e muzikës, sidomos në gjinin e femnave, se po shohim që janë të dalë artistë të reja pa fond. Edhe ç'është bën munish kjo? Shte Ishte si konkurrencë? Është e folja me një intervistë tjetër, tash po kena shumë qasje me gjithçka, dyqysh s'po do këtë kur gjë qaq ma interesant, kur pishok dyqysh këtë po knojna bre, Po. edhe mirë po knojna, se tash me AI të i bo kong. Yeah. Ama zdi, unë për vete nuk e shoh si konkurrencë, unë e shoh si diçka, si në revolucion me bo, rinia, pse jo, edhe pse mos me dalë artista të ri, s'kan dalë artista të ri që sa vjet. Kështu që le dalin. Artistat të ri kanë dalë, po dyqysh janë dalë kanë Po, net. A vjen alo nuk u dalë ai kush që kanë net. Nuk është, jo s'ka. Ka pse dorën zemër për shembull Janina, po më kujtohet sa Okej, Janina po, është këgja kështu new, apo den edhe këgja nice ashtu e mojt. Po, Po shumicën e estradës janë këto të vjetrat, Po. ç'ke fjola estradë. të A bën fort të vjetra. përmenesh të manol mikrofonin? Jo, Lujta. menova S'di. këto që janë këgja matin skep, nëse jo të vjetra ato nuk janë. Jo, Po, do s'janë yeah. vjetra. Po. A Po kina prap, artiste që si. të pëlqen kështu që e kështë bëni duet me to? Ai, që të video ma bojnë krejt. Femnat nuk bojnë shumë bashkëpunime me njënat. A jeni xhelozi ju femnat, artistët? Sti. S'jam, jo s'jam. Te personalisht ndoshta si e për shumica e vajzave nuk bojnë shumë bashkëpunime mes vete. Mos më kujtohet na i bashkëpunim që u bë. Ka, jam bo bashkëpunim, po tani jam prish, më mdokët. Krejt janë, A po, edhe që Ashtë kjo qare. është. po... Ma mirë s'po bojnë bashkëpunim se prishëm Ma mirë është. vet, asi. Ondra, i Si. shku na herë te ke kryer dhe shkollën e muzikës, në Po. vokalit, a? Dhe fakultetin e kom krejt. Fakultetin, po. Kom diplom. Nice. A din ku e ki diplomën? Do këtë halon ministri e kam. Se s'kom shku me marë. Po, zotëm. Nona Jo. Ondrës, halo diplomën. Inshallah shkon me marë mami qa diplom. Se. Edhe- Shka s'po më vynë halo. Sa në Qa po më vy? Sa në diplomën. Me qunë Sunny Hill, mi thonë, apo meni me kërë. Me që të sa një hellë se kena punë të mirë. Një herë ju banëm reklam po bëllë tash. Nale vetën. Ondra, ti kom po shumë artistë kështu edhe me emën që shkojnë për kursi në kurset të vokalit. për Apo, shembull, teknik po. vokali. me Teknik, bo. po. Te a bën që do? Unë e kom pas si land, normal. Yeah. E kom pas obligative. A menon që zoni është i lindur, veç më nësh me mësu. Po, unë definitivisht mendoj që është i lindur. Unë çtu kom knu prej që jam lind. Ase, edhe normal, më është përmirësuar diçka, po thjesht nuk mundesh me kon çaq perfekt qysh. Po. S'mon është më bo artist. S'po menoj, Ja. S'di, edhe pse nuk është krejt të zoni. Mundesh me kon edhe shumë showman, mundesh me kon. A dy që Shumë ka legend. zbulu e nona e Ondrës që dhe me knu? Bebi shkon të kojt e këllë shut shumë nat. Tha, kjo qik është këngëtore. Lujta, bre. Se jetu ma lu. Ondra, kongën e por që e ke qit, Po. senet të dhëmshme, para sobëna. Të pujt. E se di bre, është 4 vjet. Shumë ati bre. Shumë pas ke pa uzu dhe në kongën tjetër. Po bre, diçka se menoj që e kom bo qatë kong. Haraj që e kom A bo. gjdo 4 vjet dhe qëtë ka i konga që? Jo, la, qëtash jo. Kongën e re në vitin 2030. A qëtash ka e zërë ma shumë, a? Qëtash po du me janë njës ta marrë me projekte. Okej. Qa ke qëllimi që asaj kongës që e qita, kur gjë. Feks. Okej, për këtë dëgjues të Radio Dugaxhinit, ma vonë kena me performu kongën ma tre të Ondrës, po për sonde, po dojna me janis me kongën e saj të parë, që quhet Senet të dhëmshme, këtu në Radio Dugaxhini, Or Studio, kështu që Ondra jena gati. Ka t'jena. DJ Jens, shkojnë. Ku jem shtine me boga bime, tim le mu me zemër thyme, e tash une me zveç mendime, si valle pa ditme, me vujtjën time, s'poraj
Vresja nisi me sene dhe mshme, mas pari pak folim na për dyshime. Folim na për dyshime, pse në zvojna ndryshime. One halo menoj, atë kalu më besoj, tut na ti pomlen, na të dit komet nem. One halo menoj, se në dhimshme. One halo posho, andrat frikshme. One halo nuk I dua gime. Let's go, Ondra. Okej, DJ Enzi, faleminderit Ondra, sene të Thanks. dhëmshme. Po, e mirë, interesant. Interesant, a ki Interesant. po vrejt që para 4 vjetë. Si shekrom. A ki kong për eksperiencave kështu të tekstet? Po bre që ta e kom shuj diçka pa ta bujt shumë, Po, po një par djali. Ma, Bre, edhe shumë tekst kom shkru diçka. a vu Bile kështu? mirë që e nalët se nja 4 minuta që Po zotë. Po, valla. A na pas ka fullerot, mujna me kry, dha, alo, pas ka po, se e bre. A i ki nam na herë na i kënë, se e thënë kong që atë. A, po, të Kom kam nem. nën, po, diçka të kom nem. Jo, po A i ke çfarë? bu na herë na i kuj ma gjithë vrezë. Bashkën e që s'nem, I thëmë s'to sen. Mos jem gjiturk. Si e normal. Bile e po të dhe këtu në kong që po shoh Ondra, a po shem. Që I falem për Ondra, e po të një tekst. Po një Një ma. tjetë, po. Se s'pedi tekst. Po një ngajzame dhe. Ondra, e ki pak stilin kështu si badass woman, kështu si femën e fort, si Badi. Po, a je Kam badi qef. kështu ta vi gjelun që të rëllë. Që shpëta merë me ja ty? A je bedi. Shqip të vërkujote. Po jam që shto. Shqip. Hajtë se që tash në intervistë të mjene. Ka shpia, a je bedi. A jam e Me mirë. të thonë shpirë, Je lojsh të mirë. rejnë, ajo thuj, jam e qëfar. Jo, qona I bëj. Po mëre pse jo. Ta më puna, më s'me një Po, mune, thash, mos je- nonën ta. Mos je bedi edhe ka Jo, shpia. ta më puna. Aja Allah ila ja u lunë djeve ma shumë ata lunë. Valla dhe unë ja u luj, e pranoj. Ani dhe, e meritoni. Sa ve meritojnë, na djenë bëllë të mirë jena Allah. Edhe neve, po na e luni sa dëne. Nëse që tash s'po muni diçka shumë, ju ka ro. Diçka ka ndru se të ota. Zdi pse kom një përshtypje që s'ke pos frajrë kërni. Se di. Kështu e lunë bedin, po, Ne ma. bedin që kje. Mos kenin, ashtë asë s'kom pas frajer. Më kalzove vetë. Pse Ondra, A ke pas t'i femën? Edhe unë të intervjist. po mëre mujna me bu bashkë bisedim. A po? Po. A ke pas Kërkoj voj serioze. E-maili zë shkojnë në underline në poq. Sa të njëve. Te kështë pos bedi underline red leather, e jacket. Ka Michael Jackson. Michael Jackson. Për një me pëse s'ka pos kërë frajt? A në vish nuk ordi duhur i alo? Po e të më s'kom pas. Pa, pa e mëre vetë pardje. A thasha? Pardje. Jo dje po pardje. A menon që jo ngëm. Halo, A e menon- rej bre jo? A menon që lidhja të kësh stagnu në muzikë edhe në karrierë për shembull? Po, menoj që pak nështë tam kish diku, që ato du mi ju përkushtu karierës, kishë u bune serios tash. Mashine në rol, ase. Po, normal nëse gjeni partner të mirë pëse jo mëre, a I bile edhe të shtymë për para. Apo? Po të Veç në muzikë shumë edhe gjelozojnë, diçka e kom vrej, sarë kom pojmë, na I kanë kështë shkën studia. Ke djam atë. Po si. Jo, po, nëse unë e zbëj kur gjë, pëse po gjelozën. Dush me besu, apo? Pa I me dorë në e kërë me të ratën furë Qa dhe bukës. fix. Shkam me blejt bore e, ka pëtjen. Fix, bash. Është më menaj që është pak të trust issues, generatat e reja, po kanë pak Fix. trust issues. Amo qa interesant është që ti s'ki menager.
Po, s'kam. Edhe për një me, kur falem për emision, më tha që i bën krejt vetë, do me thonë me qëto kampanjën e marketingut që e ke bu në TikTok, krejt këto, do me thonë kontentin edhe këto i bën vetë. Pse s'ki menaxher, tu ka ofru na i kush në herë? Po, normal, na i herë, se që so kënaj, po në ashtë ta më thonë që hala nuk u mujtë me gjetë vetën. A ka menaxherat mirë fillt në Kosovë? Ka, po edhe s'ka. Dëshqysh, unë më nejtë të kisha pas dikansione, e kisha marrë me njerë me që. Po, s'di, nuk kam koment për që pjesë, së është që hala, kom pas në shta punë me pjetë menaxhera, mi njoftë. Kongën e fundit që e qite, patën këta 360, publishing. A lu në rol që kjo publishing house ka në kia, veç është veç proces që dykur do të më ta shit në YouTube. Shumica artista pëqesin edhe vetë, se ishte edhe një mundësi vetë mi postu e... Po, nëse din. Nuk ishte ka zërë, më kanë thonë disa njerëz, unë nuk e di, po më interesën se ju mbo ka gjë shumë, është edhe foleja, për shembull, folje publishing. Pse bash këta i ke zgjedhë dhe sa lun rol në karrierën e një artisti, një kompanie publishing? Po, nashta për mu nuk lun rol, sa lun për njerëzit që e shohin. Mënoj që pak ndikan kush është distributor. Po, kur gjë against abdin foleja e sene, dhe ata janë shumë nice, normal në kisha punu edhe me ata, se jetës nuk i diet, për kërkan s'po du me foleja e sen keq. Po masi veç mu ka ofru mundësia me 360 edhe nuk ka shumë artista dhe në fakt janë artistat e ri, kom vendos me shku. Edhe kanë edhe prej dëshirës të atyne, do me thonë. Okej. Që shumë për e ka nga Andra? Shumë mirë, valla, bashkë jam gëzu, ashtu. E kom po që shumë njerëz dhe kanë qitë në për Instagram, shumë nice. Atë hegemoni kështu nice, Tepër, veç e kom zgatë se nuk e kom postu shumë herët, jam vënu, do me thonë, 3 javë se kom postu, po kështu shumë nice TikTok, në Instagram, tepër mirë. Pse e lancove kongën për Bajram, për më interesant. As patët harsh për baklova. Lujta. Zdi, që shumë e vonoha më ka bisikletë dhe arvish kom e qitë mërkurën, kom haru që është Bajram. Qyrë pe ke harru? Ta ne më harru? Bajram, e diçka krejtu më thonë. Një ndërta ke shumë në thash ta bëj shërë nesër se sët Bajram. Para me nësë ma ka bo shirë. Ja, bo të të shyrë. Ke bo shumë TikTok para se me qitë kongën. Tepër shumë. Pse me rëndësi me shfrytzu platformën e TikTokut se një farloj boosti para se me qitë një kongë. Shumë artista janë të bojsh ta. Po se platforma ma e famshme. Edhe normal që dumi me përdorë që ata. Edhe Instagrami, po normal TikToku edhe po është ma chill, të qysh. Në Instagram kur postam do këtë shumë ma seriozisht e marë, po në TikTok vish më shme që një video... Në Facebook me postu më së me shtimi letër në zarë. Aty po postam nana jem, mu po më bën shirë. Andras new song, asi. Ketë hallat push. Komente. Yll. Suksese, Andra. Prush me yllave në komente. Shumë urime. Andra, tekstën e ke bo vetë kësaj kongë, a? Po, vetë. Normal më ka një mu dhe producenti pak. Kush e ka produs kongën? Nasty Music. Nasty Music, a? A një. Të fola Nasty Music. E përshëndesëm. Klipin? Klipi ma ka bua Lend Gashi. Spotlight Media, normali me... 5 euro e kena shërautin, po me qenë se jemi safire e jona, endë për neve e konfonte. Më se shkru, endë i monë lëgarin, kush hargjej shumë me dhe që hargju shumë. Në fund nuk i lojna me shku pa jam mor lek. E jas baklop si kom pru. Sens na ke pru. A kushton shumë me bu në ditë sotë një kong, një klip, a i ki pagu ketë vetë shto? Po, më me thonë që po i kom pagu. Po, jo, nëse je dyqysh ma e gjëndshme dhe ki shoqni normali mu dhe shoqni jam ka supportu shumë. Shoqone një dhe Arlindin edhe a kupton na që so vjetë jena punajt bashk. Edhe normali kanë shumë ma easy për mu. Se so dikush që vjen prej Kërkahiqit edhe nashta... Plus qikën e hollës e kështë posë në klip. Ajo for free. Free, edhe... A pe band, që të këshin qitë emnat e eksave atë? Eksave? A s'kenë, vishë emna random. Nuk vishë emna random. Se ti shka një eksit a kësha qitë ty.
Po jo, që ku e komën e... Që ku e komën e... Që ja kom bo vetës. A je normal. Mo ndra se menojnë që pse jetu malu fes. Që menojnë njerëzit që kena kalu. Bote e madhe, masle. Qa ke interesant, ke lepistrët më repetikoj këty? Jo, për e shumë ke trep dëshirë në gjyra e mirë, e pembe. E pembe? E pembe o ka lepistra. Që e ki son të pej neve një lepistre. Faleminderit shumë. Ama kjo ka e vjollëse. Një ko morë për vetë, një për ty. Api qelëm. Api hojnë a qëtash. Ondra. Faleminderit për lepistra. Sa kujdes shumë. O s'ka. Me nëzhe kom gjetë, më rejshën hargju lepistra të s'kesh marketa. Bile, tu e morë rënë një fmi. Nona vetë. Lepistra, thash, po për spaska. Ja, ka pa fmirë lepistra. Jo, të gjuhë se doshë, po bëj hajgore. Ondra. Ku je be? A tu hargjum pytjet? Jo, s'ma hargjum pytjet, po shkojna pak me... Se u më të fol me kongën Tu Malu. Për thonë të e ke zgjedhë me na performu në akustik version, në versionin akustik. Çka i bjen versioni akustik për këtë në laikët e muzikës? I bjen me instrumental. Nëse akustik është nashta gitar live ose piano, po masi nuk e kena mundësinë që ashtu, e kom bo vetë. Okej. Është veç me gitar. Okej, dëgju se Radio Dugaxhini or studio. Shkojna me kongën më të re të Ondrës Tu Malu në versionin akustik DJ Enz. Biri qasoj gitare. Enzi Martinez. Arriba. Yo te quiero mucho, Marisol. Besniet kena me kalu, pse jetë tu malu. Tu malu. Besniet kena me kalu, pse jetë tu malu. Tu malu. Ti jetu m'haru. As dita nuk e se dhe bardha e se s'par mu ti jetu m'haru. Mo nuk ke shkru. Ti jetu m'haru. Prej asaj nat ma nuk jena po na dy. Ti jetu m'haru. Mo nuk ke shkru. Bashk, patëm pjone bashk. Krejtën gjysi lam. Ama ti shka tash bashk. S'kena mona bashk. O kam dhem ky fakt. E di ti jo, e di se shprav. Veç një jet kena me kalu. Pse jeti tu malu. Tu malu. Veç një jet kena me kalu. Pse jeti tu malu. Tu malu, cucu per mu, tu malu, cucu per mu, tu malu, cucu per mu. Tu Malu, cucu për mu, veç një jetë bashkë kena me kalu. Thanks. Se po malu në lojën, e ish lidh me shto. Shumë thani vorda, DJ. Qëfar idiote, Mojë Pranoj. Pse po malu në Ondra? Se po malu në tifes. Qëto më thë që e ke bu me AI, që të versionin akustik. Akustik, po. Sa me rëndësi me ditë me shfrytzu AI-n qëto për qëllime të mira, jo më ta bu kitë kongën. Unë në fakt, dhe që tash ja kom njësë, ashtu veç një aplikacion e kom marrë, se nuk është që kom ditë për shto sene. Edhe shumë nice, shumë easy, normal, nuk është si live, senet live janë ketë ma ndryshme, ma... A mo që për shamull të krym puna, pëtën vishë ke thonë bëne akustik version. Bile shumë ju ka ra puna, që është ma e keqja, tash instrumentistave, gitaristave, sene, se nuk pi thirin, vish pi bojnë me AI edhe
thjesht Që të vend që me thirë gitaristën e ke bo me aje. kupton. Apo kupton. A je të kuptu? A je të kuptu ku për mu? Ondra, sot ka zgot procesi i soj kongë për me qitë? A ke bo shumë më të shtë kongë? Shumë madje e kom bo, lash një 2 vjetë e kom bo, po e kom bo me një studio, tani jo nuk është e mirë kjo, mos e që tani tjetër, po thjesht my inner gut feeling e ka di që sot una me të qitë. Okej. A punon me shumë studio, a ke veç një studio ku shkon gjë? Hala, nuk e kom veç një studio Hala, edhe një, ashtu, me di që e kom diçka sigurt, Ove. shtu jam të na. Wondering, po da, anë të desot Fix, të tu e gjenë gjetë vetën. vetën. Yeah. Qashtu. Menoj që kimia shumë Edhe fizika. nevojitët. Jo bre, kemistria. Kemistria. Që shtojnë ana shqiptarë për çdo zën, tu po. E vërtet. Tu po shumë, Se jo. tu po kur gjë. Kanë. Të mos vose. Tu po zë. Jo, Ondra super kong. Okej, Ondra, tash jena orë në pjesën shumë interesante të emisionit, e kena segmentin 15 për 1.5, Okej. ku kom të bu 15 pyetje interesante. Interesante. Për me ditë më shumë për ty, DJ Enza për në një mënë që aty me timer. Prive. Kur po gëzohem? Është të vërtet që jam inspiru për prives, po pyetje nuk e kom si prive, a i kom pak ma Shumë fani. mirë. Po. Okej. Kush është njeri ma proud në familje për ty? Mami. Mami, shout out të mami pe me e ka. Pozita e preferume në gjumë. Qysh flen? Drejt flaj, para me no. Vile drejt? njerëzit tutën. Ka Në njerë kur shpina? flaj. Po, në shpinë. Për në Për një me. e durda e mongështët? Ka Ku për mu, këna me marrë lup, ku për mu. Artisti apo artistja që se meriton suksesin? Që se meriton Po, suksesin. si pas teja. Që s'ka talent. S'pedi, nuk është që i një shumë. Apo dhe nuk i një personalisht se nështë apo më janë keq me thonë. Muzika ama se shumë kisha goda thonë. këshyre të na. Jo dhe ngohet, sa shpo ngohet. Po ngoda? Po, Okej. Konga që ngon kur vunë. kur vuj, Stiva në një Claire de Lune, është me piano. Claire de Lune. Kur do nice. që vuan në Google search këtë kongë. Një ushqim që kështë hongër çdo ditë tjetës. Sushi. Shumë e shpejt kërë ta. Po vrejt që e ki jetën e Po luksit. A ki qef jetë luksit? Kom qep se jo. Me arrit kom qep qatë jetë. Jetë ludzit. Krejt jena qef. Qka ko andrafobi? Fobi, e kom pas ujin deri vonë, s'kom dit me notu Kështë ujt me pikë. Jo, s'kom dit me notu deri këqa vonë. Për një me Po, a din jam tash? tut pe i detit. Po, tash di. Okej, nice. Ti shakon superhero, kush e shakon? Superhero, Superwoman. So, ka Superwoman, a? Sa më reko, Wonder duke. Woman është. Okej, Wonder Woman. Wonder Woman, okej. Michael Jacksoni. Filmi preferum? Harry Potterin ashtu. Okej. Kritika që e merr mas shumëti. Kritika që marr mas Prej shumë të. shoqënisë, familjes. Drejt me tregu se. Drejt. Ka njerë që jam temperamente. A jetë Nervozona. temperament, a? Po, ka njerë. Okej. Emoji i preferum, që e qënë mas shumëti. Emoji preferum. është boost, lips. Bus. Ku për mu. Kur je nervoz, që po thu, qysh qetësohesh? Çka të qetëson? Nashta me i qitë krejt jashtë, me ja u thonë krejt. Tani që të thonë. Okej. Shumë keq. Çka muzika për ty në një fjalë? Çka muzika për mu një fjallë? Gjithë shka. Çka? Okej, fair enough. Okej. Karriera a dashnia? Karriera. Karriera, Mhm. okej. Apo të hatë lipit. Sa një ma i shtrejt material që e posedon? Nashta na i qanta diçka, po nuk është që si bleqa të sana. Okej. Çka ke vetë qatë gjivitin për herë të fundit? Për herë të fundit, Yes. e kom pyet, nuk e di, a duna me një me këshyrë stasha? Munësh, hen? Haj. Që se të arun?
Au Të janë i mu, po. Au kryet në qato minuta, bre? Ja kthej, vori. Song distribution for TikTok. Që po t'jone? Oj, interesant. Jo na i info vynë shumë. Jo, na i Faleminderit shumë DJ Enze, këto kanë 15 pyetjet e shpejta. Shumë të mira kanë. Mis pas ke puna i sen. Pa lidhe se. Ondra, ke performu edhe një festival në RTK, a? Që ke? Po, e ke kënu një kongë këgja old, u konë... Po, 60s o konë. 60s, yeah. Të kesh Be My hije pak Baby. qaj... Po bre, qaj trap, yeah. ka pëlqy shumë. Edhe njerëzve ka pëlqy. A menon që e ki old school spirit, a e ki shpirtin e old schoolit? Kam edhe zonën e kam shumë soul. Nashta me shku në Amerikë. Jazz. Po. Jazz nuk është më qenë shumë, po soul është tjetër. Po soul lidhet me jazz? Lidhet, po. Zoni Nëse soul, don ti me instrumentet e lidh, e jazzit. lidh. Po. Na Po e lidhëm. Na e lidhëm. Nëse. Po jo për të na. A u konë zgjedhja jote në fakt me performu që atë kanë? Jo, nuk o ka. Nuk ka zgjedhja e dikuj që na ka sponsoru. Okay. Benny Martins, më do këtë e kam bjembrin. Është prej Amerikës, Kalifornia, dhe a i fa ka një mu shumë për UQK e këforin që apo dion, dhe ka zgjedh, dhe më thonë, kejt paret e ti që a i merë më do këta e ka zgjedh me vish me investu në Kosovë, me bu si me bo evente. Projekte evente, po. Yeah. Po vrejet që ki shpirtin e patriotës, dhe je vesh ko që zhesë. Bre qa po më këshyrë ti. Sot e kena, do të me këshyrë të konën. Ta që kena segmentin, a është okej. Këmë të bo 5 pytje, edhe ti kemi më të regu, a është apo nuk është okej. 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 Kejt e këdhejnë qështu, okej. Ondra, a është okej me jalu dikuj? A është okej nëse ta lujnë. Win-win, 50-50. A është okej me pranu dhurata pe fonsav anonim? Se di. Që kena shtan, nuk është okej. A ke pranu nërë? Kom pranu dhe që ata po thamë nuk është. Pse ma ne, a u bëjshë shumë atesht, kështë të që? Po dhe qysh, ajde në kursi një, nashta, ma mirë. E qysh ta qunë dhuratën? Zdi, shumë pa lidhje. Mu prej people pleaser unë e po. Edhe thjesht, ja kom jep një adres që nuk jam mone, po nejse, long story. E qa ke dhurata? Lule. Pari, cute, bravo. Mire, po, thanks. Thash më znaj... Prap jam falem dhe ruse, normal. Me naj qelës gjiklosës, naj... Ja, shfar, ta o puna. Lule, okej, nice. A është okej, mja u këthi fjollët Instagram a fake me më në të në që i shelin. Më isha më të rrë me muzë. Së është okej. Ja, të qa më po nejse, ajo konë, diçka fanpage, nuk o konë... Fanpage, po, e shumë kështë fanpage a ne më në të në? Po ne me a? Jo bre, zdi. Nuk kam duket kam shtu shumë fake accounts. Fake accounts, jo Ondra the best. Bile bashkë du me të regu një histori, po më shkru njoni prej Amerikës, dhe më thonë shqiptar. Edhe, po më thot, edhe kur e qita kangën, tash garanti ka pas që, dhe më thonë, unë jëmë që ky personi, edhe më tha, vish deshta me të shruj që një page me foto tua është të mbly pare të në kumë. Edhe a i priti që për reagojnë a i sen, po cëla është të ndojna. Ka shani më dhe bol mirë që për shfridzona se go girl. Te o dorsh me thonë kall... A? O dorsh me thonë të cëla është ajo pejsh t'ja lypi gjysën. Jo, ta më puna po... Edhe unë e kom hise. Që ka lidhje? Nëse ata buon... Më kallë dheke se dole me folë për emision, më kallë dheke të shka në telefon të vetin, edhe për shkru në një page Ondra Regjepi. Parë që parë se po të shkru në vetja. Po të shkru në vetja. Shumë ke krenë. Sa njeri ja ka këthi fjoj të mënus që mëne. Tu bo mua bet. Cool. Nice. A është okej Ondra me shkru një artisti e para për bashkëpune, për shamë? Po, shumë okej. Me kongën e kështë e bu një kongë? Si. E lajnë e thash me një intervist. A në ndrej. O pëndrej shtash asi. Zdi valla, mu pëlqen edhe ideali kidë da. Okej. Shumë pëlqen, po. Nuk e di ashtu knuaj, di qa po banë.
Nuk e kom vetë. Do na me vetë. Amo Ama shumë nice. është një artist i ri shqiptar në Zvicër, Nevu, shumë i mirë. O, shumë i mirë, po, kam kontakte me të. Edhe i kom thonë, hajde bujna një Shumë kong. shumë nice. E unë e për njësh ato kur e më konë një koncert në Zvicër, shumë amati me një shok temin që kënën. E a i kështë orë më nga morë me ketë, Shumë para më nice. në aeroport. Para me no. Edhe shatë nga ka kallëzu që është të bu muzikë, i ri. Kur unë pishkruj për emision, bja i shumë nice gjithë pres, ma bën tha, s'po mnja. Tha, okej, a më shumë djoli mi. Shumë. Edhe e fundit, Ondra, a është okej me dollë në për neja shumë, kur je këngëtare, styrë publike. Jo, nuk është okej. Pse sot kom e do. Po edhe se erë nga tha, sa zgotë që ka tha se kom e shku në klab? Kom karë që ka e tezës, e dini që shështë kur vinë Shout out qatë të qika jashtit. tezës e kishtë miren. Që në kom bajo furjat preze. Jo, s'pëdi. Qëto fore 30 plus. Këto janë daddy jokes. Ondra, kemi na bless me një kong që Po, nuk e shumë keshit nice. halo. Edhe s'kom pas ku me e kry as me inqizu. Edhe tekstin e ke kry, a? A na ke Po, orë pa po, tekst. po, A e teksti kom u kry kry. tekst. Emrin e kongës nuk e dina halo, kështu As që njerë pelojna pa emën, po Okej. faleminderit për te që ke vendos me ndonjë një kong shumë të mirë, që unë e kom ngu edhe më ka pëlqy. Thanks shumë. Kështu që shofsejna goti, veç po shkojna, DJ Okej. Enz, Është Ondra Shumë. Regjepi, live në Radio Dugazhini, Yes. unreleased. Okej, Ondra. Du me dita mdon Unë e t'kom thon Nuk e dën shpirti që dikon e ka pas Halo me ndjenjën që prap t'i ki me har Se du me dita mdon I'm done Unë e po t'pys I'm done Unë e se di Unë e sun para menoj qa bon ti me atjetrën Kur e kingat Kur e kingat Kjo zemra qan Jo nuk kon fat Ori dhe pak moje Mama do rëvshimi lote mia Ama ti nale E nale mos në shkon dashnia Ama ti veç faje Kurim këllark mos do hek mërzia Se qam ke bo e dia Ama ti veç faje Ti veç faje E kry të pak si. Magnifik! E që nice. kjo shumë e mira. Po bre te për Yes, pëlqen. shumë e Sa mira. mu pëlqen. Thanks. Kjo këtë një super performance nuk nga pëshe u lidha Ondra. Kjo Ja, këtë një drejt. super performance e Ondrës në Radio Dugazhini, Or Studio. Një super kong që shumë shpejt keni me dëgju. Kur po menon me lancu këta? Fakt nuk kom menu me lansu qëtash, po veç po da që me kënu. Pe lancojnë ana në Radio Dugazhini. Që u lansu. U lancu. Se ju. Ondra, për fund, e kena pjesën ku ki mushty me Enze. Artist versus DJ. Encën e kom pas fakultet. Më ka kaldu që s'kem mësu hesh. Jo. Pse e kështë për ore? Tu foljes si. Enze kom ilshu 5 bita një ka një, këvish 5 sekunda kimi ngu, edhe kimi qëllu kush e kënën edhe emnin e kongës. Okej, a mu imi poqt. Jo, s'më në një parë. Apo asë të isha mos.
Kështu që dëgjues të Radio Dukagjini, edhe ju që po na dëgjoni, mundi me lut këtë lojë me shokun apo shoqën tuaj. Kudo që jeni, DJ Enz shpresojnë sot që kemi fituar se marrove të hub vllashka. Po një meg, ja. Po. I dopshëm. Shkojna me kongën e parë. Unë jam referi Pierluigi Collina. Dhe Lamborghini Gallardo. Look at on the floor. Ismet, themi dy vo. Lasja këna Nëzëm. Ismet, themi dy vo. Smack that all on the floor. Visme di kush e kanë. U konë koncert Capital Tis. 50 Cent. Jo. Me O. Icon. Akon. Icon. Shout out to Akoni. Icon. Që të thash me trem një diçka të shkoni Dukagjinit porës atë. Sti. Me aj diçka, s'di, nejse, fëtja, të gjusë doshur, rikëthejemi. Shkojna me kongën e 2 minuta 23, 1-0 për Onzën, e dha gol me kry. So, Crazy Love, Beyoncé. Bravo, 2-0 për Ondrën. A thirën shkort në isysh? Ja, jo. Shme më thishë. Dra. Drë. Ana. A-N-D. Aj. Stoj bujnë në piano, që. Tupaku. Jo, me ndërkurtishi. A është Tupaku? Jo, a? 2-1 për Enzin, është Dr. Dreja, Still Dre. Nice. Me ndërkurtishi, bëlle fort e konë. Shout-out me ndërkurtishi, Enz. Që shke që e për menshë, bre? Kush më re? Save Duraj. Mona, bre. Diçka, se di, nejse. Shkojna me kongën e 4, atë do të barazot rezultati, apo Ondra shkon në Sofali me fitore. Atë kështë shpinë Sofali. S'ki nevoj me tregu shpinë. Qëto se qesëm. Po mytet e të naj prej. Montažer këmë të thirë të jene. Ma dit adresa njerëzit. Se qesëm ato. Jo. Adresa Lem njëherë se zbohët nomi. Lem njëherë. Shkojna. Jo. Sofalia e gjene ko. Po, Dua Lipa. Lem njëherë se zbohët nomi. Lem njëherë. Mira i pas këzë A që loj, a 3-1 për Ondrën, shkojnë edhe me kongën e 5. Edhe pse fitoria është e merituar. Tam. S'jom të ditë, valla. Vizhduna me e knu pak. Hajtë, se fjallojnë a jenë se Jay-Z Ali Shakiz New York. Po, okej. A mu fitove, 3-2 për Ondrën. Ketë borgjën e shlynë me këtë fitore, se në fund që të kena. Okej, Ondra, falenderit. Shpresoj që s'kom bënu për klab edhe e ki tavelinën halo të ruajtër. Jo, stanin. Apo vjen. Apo na thirë bashkë. Thire. Hajde në krejt. Me cikatezë, Okej, dëgjues të Radio Dukagjini, kjo ke krejt për intervistën e sot më në orë studio me Ondra Regjepin, zonin më të mirë që ko Shqiptaria. Ma mirë në botë për Kosovë. Ja, për një me hajgore po bëj, po Ondra e kini super zo, edhe unë të falenderoj shumë që erdhe, edhe seriozisht ashturej shumë sukses. Edhe kur do që të diçka e ki derën qelë. Po shpresoj që... A e knoq në intervjist? Po, shumë i kalu, po, la shumë. A ki diçka me lështu për fund? Me shtu? Po. Jo. Hesh, sanë. Ku kena me po Ondrën mas 5 vjetë? Si normal. I shodhën s'kena të mdoja. Okej. Ku tjetër? është një sani Shumë ta bëj bajat me lujta. Shumë çka fort kur po fol diçka që po vet po thot po ta bëj bajat, po nas Medina. Kjo e den po nas Medina. Mu kujtu një san që të kështu bashkë të kisha vet. Mu kon të koll shtëpia. Edhe këtu kall shtëpia dhe vish 3 sene ki ku mi marr. Cilat sene i kishe marr?
telefoni, jo, macën, Po. njëherë, se kam një macë, telefoni, Edhe? edhe... si. Edhe peshkirin o Ondra. S'kam najtë. Okej. Falënderit Ondra shumë. Dëgjues të Radio Dugazhini, falënderit që najtet me neve ke Ondra Rexhepi, me neve si Ciao. gjithmonë edhe DJ Enzi në krye të detyrës. Me neve dhe ndritja aty edhe trimi. Okej, dëgjues të Radio Dugazhini, po shkojna me një blok shkurt marketingut për të rikthy përsëri në studio. You are now listening to RC